Sa lek mbani me vete? Po tash i lek nuk ne le gruaj, më se na japi gruaja në mes marrim ne. Sa ti jep zakonisht? Marrim 5.000 lekë. Pas ka dorën e shtrënguar gruaja. Po çfarë të bëjmë? E kemi lënë grusën. Kur ka ndodhur, kur është momenti ose rasti që gruaja lëshon dorën? Lëshon dorën? Kur shkon në dyqan në supermarket, ose blen bijuteri. Sa lek mban me vete? Ma 2.000 lekë. Majt t'i kem në portofol. Mos na godasi vetë tima. Pafshim portofol. O zot. Mund të kem 100-150.000 lekë, diçka të tillë. Do na i tregosh? Po. Sa lek mbani me vete? Nuk e u di emrin, të lutem. Emrin tim apo të media? Jo, të lekëvet. Se u di, me se. Na, do t'i nxirë gjepat. Gjepa të nxirë? Në qa jeton të si ja bën? U lip fëmijëvet. Mi japin ai lek të abuk. Unë zbledhot ilaçet. I jam me 5 diagnoza, nuk ka. Edhe interesante është se është një ilaç i mirë. Edhe nuk të japin se na varfërohet shteti. Po pse duke çudi varfërohet shteti? Zhardiance, që është e mirë për diabetikët, të mbrojnë veshkat, të mbrojnë zemrën, të ulin dhe sheqerin i gjak, po është 20.000 lekë shteti varfërohet. Sa të ke mundësi? Për shembull. Sot sa ke me vete? Do të shikosh ti. Të bëjmë një sondazh, sa lek mbajnë shqiptarët me vete? Pa ato që kanë. Ato që s'kan. Do të shikosh dhe më konkretisht, për që është. Tani kam paguar, tani pagova një diplomë tërnuses edhe një listë notave, dhe më thënë rreth 22.000 lekë. 22.000 lekë. Kisha 50.000 lekë, 50.000 lekë dhe kam 30 e sa. Sa lek mban me vete ti zakonisht? Unë? 3.000 lekë. Të vjetra? Po. Po pse mban kaq shumë? Pse shumë të duken? Ja. Gjithë ky zotëri me 3.000 Të lekë? kujtini që njërë. Po tanët jemi po. Po tanë, jo tanë, dhe jepni këtë them unë. Po do japim ose s'do japim ne? Ne për Po jo se qytetarin se kemi kanë dhënë. dhenë. Nuk e di unë kush na ta ka dhënë ty. Po. Ma jashtë le ka shumë 60 me lartë. Mirë. Qarë me... Boj, që i beni kështu me qeveria ta dhe mi ju ta dhe me neme? Po ta dhe shme sa lek mbaj, qarë lek të mbaj unë? Po prandaj pra këtu duam të flasim krizën. Po krizë, ku ka krizë këtu me? Tu tërë korupcion, tërë ajdu, tërë pisa janë. Po, një 2.000 lekë shpojer. Të vjetra. Po, natyrisht vjetër bëhet fjallë. Pse kaq pak kështu? Ja, shumë problemet ndryshme që do kohë të gjatë flasësh edhe ti zbërthesh. Lumturia vjen edhe me lekën, qofse ke. Qofse s'ke, pastaj ajo pjesë e lumturisë zvoglohet, zvenitet. Unë zakonisht nuk mbaj kash, kam kartë banke dhe punoj me kartë banke gjithmonë. Të ka ngesë ndonjëherë karta brenda? Po. Jam kurioze të di sa lek marr me vete. Disa kam? 5.000 lekë, s'kam lekësh. Nuk del. Me cigaret sa lek shpenzon në ditë? Po jo mi se mua ma blinë ato të lokali. Unë jo më pak se 1.000 lekë të re. Se këto meren jo me synime për të blerë gjera kështu, janë të rastit. Për një kafe ose për një... Mirë për t'i pas shu se mos na kap në vetët tim, sa që kemi Me e pas. Kapaciteti është 10, 15, për të qenë brënda. Unë tash i do shkoj të blej diçka, ajo është më pak, të tjerat s'kam nevojë se i kam blerë, çdo ditë nga pak. Se ju gratë jeni edhe ekonomiste kështu në familje. Ja, unë nuk jam grua, po pavarësisht nga ajo, dita menaxhoj. Atje është marifeti. Do të thënë nuk jeni kështu tek to që këtu po menaxhojnë shtetin, e s'po ju pëlqejnë. Femrat i ka punëtori, i ka cilë me lesi që grisallata i atje. Kështu që më të mënqura, më punëtori janë ato. Ato na drejtojnë pavarësisht se kanë një kolos. Se unë s'kam gjatë për të fshehur. 70 euro ka dilaveri. Jo. Me dy portofola, mirë, shumë mirë. Unë atje thash, unë që janë edhe me. Të thash, unë paka shumë jam... Pse i mban në dy portofola?
Sepse edhe po humbi njëri ta kem tjetrin. Bile duhet ta mbajmë në xhepin e brendshëm, se me kalimin e moshës, me thënë të drejtën, bien pak sa shqisat të vjedhin dhe hajde gjeje. Pastaj ngelesh pa lek në mes të pazarit, edhe është një fjalë që thotë kështu burri pa brek, ku burri pa lek është i grye pa brek. Është e para punës. Dhe e dyta, ajo për me tutje, për rinin që mund të na ndjekin, burrin pa lek e don vetëm nëna e vet. Asnjë njeri tjetër nuk e don më.